Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet, ndalemi ditën e sotme për herë të fundit për të folur mbi zhvillimet e fundit mbi Big Brother, ku këngëtari Joz Marku ka rikthyer edhe një herë vëmendjen pra rrjeteve sociale, ku këtë herë me një video të re që është bërë virale pra brenda pak orësh. Në pamjet e shpërndarë ai shihet në një ambient në Tiranë i rrethuar nga miq, teksa ka përshëndetur ndërkaq kamrën dhe gredorën lart në formën e një grushti, por ky veprim i Jozit ka ngjallur reagime të shumta në rrjet me shumë ndjekës që janë shprehur të zhgënjur nga kjo parashitje e Joz Marku. Dhe sigurisht, në ditën e sotme do të diskutojmë mbi këto zhvillime me psikologen Manjola Daci. Manjola, të përshëndes. Jo, përshëndes dhe unë. Manjola, në lidhje me ato që unë sapo thasha, mendoni vërtet se veprimi i fundit i Joz Markut ishte një provokim i qëllimshëm apo një gjest i keq interpretuar pra mbas asaj që ndodhi në shtëpinë e Big Brother? Unë mendoj kështu. Mendoj që Jozi ndonjëherë i bën veprime të pakontrolluara edhe të pakuptuara që e bëjnë të bie në kontradikt me vetveten e vet, por ndonjëherë ai Jozi mendon se sikur po bën diçka, po paraqet diçka të mirë, po ai ka paraqitur plus që bëri një veprim të ndalueshëm, të palejueshëm, të patolerueshëm dhe të pamendueshëm. Ai edhe unë mendoj se edhe brenda atij gjesti ai ja ka bërë me qëllim edhe unë mendoj që e ka mirë përgatitur edhe grushtin që ja ka dhënë në gjestit. Por dhe ky veprim i sodit që ai ka bërë, që po e përfolim sot, ai është një veprim unë mendoj që e ka nga mendja e tij që e ka mendorën shumë të ngushtë dhe nuk i koncepton dhe nuk i mendon gjërat më gjatë, vetëm ai mendon se jeta është një grusht, është një trafme, është një të përfolme të palezetshme që mendoj se Jozi në vend se ai të reflektonte me vetveten e tij, të kërkonte falje publikisht, të kërkonte, ai e bëri me një farë forme, por tani me këta veprime që po i bën, ai po tregon sikur nuk është penduar për veprimin që e ka bërë ndaj gjestit. Me të vërtetë ai format është që të nxjerr nga ana psikologjike. Me të vërtetë ai format edhe po të rrishur mbyllur aty, ai me të vërtetë të bën që dikush ka agresivitet më të tepër, dikush ka agresivitet më pak të tepërt. Dhe Jozi e kishte agresivitetin, e kishte momental, e kishte, por këtë e mendoj që e ka bërë të përgatitur. Në rast se ka menduar me veten e tij, në rast se gjesti më bën dhe ndonjë veprim para se të dal nga shtëpia, unë do t'ja bëj këtë lloj mënyre. Dhe të ngreja ai grushtat nëpër video dhe të hedhje nëpër video që t'i shikojnë të gjithë mediat, t'i shikojnë madje edhe fansat e tij, që tani besoj se i ka radhë numri i fansave, apo t'i shikojmë dhe ne si teleshikues, apo fëmijët e cilët po rriten që mund të marrin një kopjem nga vepra e Jozit që bëri, është shumë e ulët si veprim, është shumë e pakuptueshme, shumë e pakonceptueshme, sepse ai duhet të reflektojë në rast të parë dhe ai ka familje, ai ka prindër. Ai çfarë po tregon këtu, shembullin e kujt po e paraqet në këtë rast Jozi. Po paraqet një shembull shqiptar shumë të keq, por mund të them se ai nuk është përfaqësues i Shqipërisë, ne të gjithë jemi shqiptar, dhe të gjithë secili përfaqëson vetveten, kulturën, konceptimin e vetvetes së vet. Manjola, sa ndikim ka sjellja pra publike e këtyre artistëve mbas këtyre incidenteve që ndodhin, jo vetëm me Jozit, por edhe incidente të tjera të artistëve ose vipave që sjellin edhe një reagim të ashpër pra në publik? Unë mendoj se më përpara me të vërtetë sjellja e artistëve, ndoshta edhe mënyrat e folurit se një artisti apo mënyra e qëndrimit se një artisti, po e bëj këtë lloj krahasimi sepse më përpara ka pas shumë efektiv, sepse më përpara njerëzit i kopjojshin këtë artist, ndërsa sot janë njerëzit janë e konceptuar me vetveten e tyre dhe mendoj se nuk kanë shumë ndikim sjelljet e artistëve, nuk po i kopjojnë shumë dhe deri në atë pikë sa këta mendojnë që po kopjohen. Madje po keq interpretohen, madje po edhe po shahen, po fyen edhe nga vetë teleshikuesit që i shikojnë këta veprime nga artistët e mëdhej. Kanë me të vërtetë artistë të mëdhej me emër të mëdhej, por me sjellje jo të mirë dhe jo të hishme janë, sidomos artistët shqiptarë, jo të gjithë, nuk duhet i përgjithsoj të gjithë, sepse ka artistë që janë dhe me kulturë dhe me norma dhe me përmbajtshmëri. Këta nuk mund ta humbim asnjëherë, po ka disa artistë, po këta artistët e ri sidomos, këta po dalin jashtë rregullave, kriterave, vetëm që të binë në sy të opinionit publik ose të kenë shikueshmëri publike, sa më shumë dhe po bëjnë një veprim apo një gjest apo një mënyrë komunikimi apo një mënyrë të folurit që nuk është e hishme për ne, por kopjimin nga këto artistë ka rënë dyfishin më përpara se ishte, tani besoj se nuk është se i ndjek dikush. Thjesht unë mendoj se mund t'i ndjekja apo mund t'i kopjoje thjesht mosha adoleshencës, mund t'i kopjoje unë them me veprimet e këtyre fëmijëve nga mosha 7 vjeç, mund të kemi kujdes për ta deri në moshën 18 vjeç, më të vërtet mund të ketë ndikim
ky brez ose kjo mosh, ndërsa brezët më të tjerë besoj se nuk kanë ndonjë ndikim, më shumë ndikon tek familjarët e kultura familjes që po i paraqet sepse janë mësuar me mënyrën e artistit. Tani madje po bën të njohur edhe nëpërmjet një rrjeti social tjetër dhe pa qenë nevoja të jenë artist, pa kontribuar fare në mediat artistike. E qartë. Manjola, mbas atij incidenti që ndodhi në shtëpinë e Big Brother VIP, a duhej që Joz Marku pra të kërkonte një falje publike, jo vetëm ndaj gestit, por edhe për të rifituar sërish besimin e publikut? Mendoj se ishte veprimi më i mirë që ai don të kishte bërë, më saktë, pavarësisht se e thash dhe më përpara unë që ai ka bërë një kërkim falje, por sikur nuk e ka bërë dhe shumë sigurt atë se tani po e ritransmeton me veprime dhe me gjeste të pahishme dhe të pakëndshme. Unë mendoj se do ndikojnë dhe në karrierën e tij artistike, madje do t'i humbja dhe shikueshmëria, madje do t'i humbja dhe dëgjueshmëria, sepse ai kishte një zë brillant për nga ana e muzikës, sikur të fliste vetëm me zërin e tij nëpërmjet muzikës, nëpërmjet notave muzikore do ishte shumë mirë që mos të vepronte me veprimet dhe të mos ketë një gjuhë komunikimi shumë të tolerueshme ashtu siç e kishte ndonjëherë të pa kuptim të fare, fliste, po nuk kishte kuptim mënyra të folurit e tij dhe është mirë që përsëri njeriu nuk është asnjëherë vonë që të reflektojë me vetveten e tij, të kërkojë një falje, mos në radhë të parë përsëri të kërkojë gestit falje para të veprim familjes së gestit, të kërkojë falje shqiptarëve të gjithëve, të kërkojë falje fansave të tij, pse jo dhe të vazhdonte sepse njeriu është vetë natyrë, është gabimçar. Me të vërtet jemi njerëz të cilët momentet tona nuk i kontrollojmë dhe bëjmë gabime që ndoshta themi janë të pafalshme. Prandaj është natyra njerëzore që është natyra gabimçare, por ne duhet të reflektojmë. Një hap më prapa ti duhet të reflektosh me vetveten tënde për atë që bëre. E qartë. Manjola, mbas këtij incidenti që ndodhi, duhet që platforma televizive ose edhe rrjetet sociale të vendosin pra kufizime ndaj personave të cilët promovojnë dhunën apo sjellje të papërshtatshme? Ashtu i bie që mediat shqiptare të pothuajse të marrin masa për të gjithë artistët, sepse mund themi se jo shumica artistëve paraqesin një mesazh pozitiv, një mënyrë të folurit pozitive, ka një gjuhë fjalori të pakontrolluar, madje mund të them me plot fjalën që shumë artistë nuk ju bëhet vonë se çfarë nxjerrin nga goja, apo çfarë lloj veprimesh bëjnë, apo çfarë lloj edhe sepse njeriu paraqet edhe veshja vet apo çfarë veshje, mënyrën e të veshurit, se si dalin para ekraneve, me të vërtetë e kanë egzageruar, sidomos me veshje, sidomos me të folurën, e kanë egzageruar artistët. Artistët jo vetëm artistët shqiptarë, artistët kudo. Dhe po të mirën masa të atilla i bie që ne mos të kemi artistët me gishta, të mëruar me gishtat e dorës që me të vërtetë është nuk besoj se do të mirën masa të atilla, sepse u thash, siç e thash, i bie që të mos kemi artist. Mos kemi artist fare në asnjë lloj aspekti apo në asnjë lloj fusha apo në asnjë lloj kapacitetit të cilët e përkufizojnë fjalën artist. E qartë. Mirë, Manjola, në një provë mjaft të pazakontë për një natë finale pra 4 finalistët e Big Brother VIP 4 janë vendosur përballë një sfide ashtu si e kemi parë emocionale nga vllai i madh, të japin pra opinionet e tyre për njëri tjetrin dhe të shpjegojnë ndërkaq se pse sipas tyre të tjerët nuk e meritojnë fitoren e këtij formati. A është etike të kërkosh fitoren në shpytje ime në një reality show duke manipuluar kështu edhe ndjenjat e të tjerëve? Etike nuk është, por si do të rritet shikueshmëria për ne që t'i dëgjojmë dhe t'i shikojmë ato 4 finalistë që kanë mbetur aty, apo si do të jetë edhe mënyrat e parit, apo si do të jetë mënyra fitore, se që edhe vetë ky format kanë nxjerrur nga këta protagonistë, kanë nxjerrë mund të themi një ekonomi shumë të madhe për tyre dhe duke qenë se mos të bëje këto lloj provokacione për ta çfarë do të arrijë ky format nëpërmjet tyre, pavarësisht se në këtë moment unë nuk mendoj se ishte etika apo ishte e nevojshme mënyra e pyetjes së atill që është bërë, kam shikuar dhe kam dëgjuar me vëmendje, më thënë të drejtën nuk më ka pëlqyer sepse janë vënë përballë njëri tjetrit që nuk kishin përgjigje se çfarë të jepshin dhe përgjigjet e tyre jo shumë të sakta kanë qenë kundrejt njëri tjetrit, sidomos përgjigjja e Xhestit ndaj Eglit, apo edhe Ana Sjellta nuk kishin shumë të drejta dhe përgjigjja e Rezanës ndaj Laertit, apo edhe Ana Sjellta kishin një përgjigje të kufizuar dhe të mirëmbajtshëm dhe të menduar, madje duke menduar dhe duke u përgjigjur se çfarë të themi në këtë rast. Se tani ato kanë 4 finalistë po na japin shikueshmëri, por aq sa mund të japin ato brenda këtyre ditëve. Se sa më shumë se ato komente i kanë bërë
më shumë për strategji personale këta 4 finalistë për njëri tjetrin? S'mendoj të kenë pasur këta pikërisht strategjie personale, unë mendoj se janë detyruar nga vetë produksioni që të përgjigjen pyetje të atilla, sepse merren dhe parasysh kur futesh me një format të atill, kur ti e pranon hyrje në këtë lloj formati, ti merret parasysh se çfarëdo sfide të dëgjeje, çfarëdo debati të dëgjeje, çfarëdo loje të organizohet aty, ti je detyruar që ti përgjigjesh, sepse ke pranuar, ke firmosur një kontratë të hyrjes aty, ose mund të dalësh lirisht nëse ti nuk i përgjigjesh, domethënë kritereve, nuk i bazosh pikave që ti cakton vetë formatin. Manjola, në një lojë si Big Brother, sa duhet të vlejë lojë dhe sa duhet të vlejë ndërkaq karakteri njerëzor për përzgjedhjen e një fituesi? Me të vërtet kjo është një lojë shumë e vështirë për të qëndruar disa muaj aty brenda dhe loja e fituesit unë mendoj duhet të vlejë më shumë. Unë e kam menduar dhe kam thënë kjo nuk është një lojë kapacitetit mendor se sa të zgjuar jemi, sepse du ta theksoj nuk më ka pëlqyer shumë që të gjithë protagonistët e kanë specifikuar gjestin për shkollimin e tij, po të ishte për atë punë kjo është një lojë në aspektin e dinamikës së lojëve, gjesti ka dalë aty më i shkolluar se ata të shkolluarit që ishin, ndërsa nga ana e kapacitetit mendor apo nga ana se sa shkollim kanë, nuk është atill si format. Dhe unë mendoj se dinamika e lojës është e rëndësishme në këtë format. Jo shkollimi, sa shkollim ke ti si njeri apo ato që kanë marrë pjesë në atë lloj formati. Dhe mendoj se njeriu ndonjëherë për formate të atilla harron edhe vlerësimin për vetveten e tij, harron dhe mënyrën e qëndrimit ndaj vetvetes së tij, harron dhe vlerësimin që ka për vetveten e tij. Është vetë formati i tillë që ty të bën të dalësh nga vetja. Edhe nëse ti nuk don 24 orë që të kesh shikueshmëri me kamera, ti do dalësh nga vetja, sepse ashtu njeriu është natyrë që del nga vetvetja ndonjëherë edhe në jetën e përditshme të tij. Jo të jemi me kamera. E qartë. Mirë Manjola, mund të dëmtojë ndërka është një figurë publike veten dhe jashtë formatit televiziv pra për shkak të veprimeve që tashmë këta artistë kanë kryer brenda kësaj shtëpie? Jo, njeriu është në gjendje domethënë që të ndryshojë, të përmirësojë jashtë këtij formati. Njeriu jashtë këtij formati nuk është me kamera. Njeriu mund të reflektojë dhe madje mund të marrë edhe si mësim se çfarë ka bërë aty ku ishte brenda në format dhe ta përmirësojë atë gjë të cilën nuk i ka pëlqyer tek vetvetja e tij, apo nuk i ka pëlqyer dhe se si ka komunikuar ndonjëherë, apo dhe mënyra e qëndrimit si ka qëndruar, pse mos tjetë një mënyrë pozitive që të marrin pozitivitetin nga ky format. Të marrin ato të korrigjojnë pozitiviteti është ky, korrigjimi ndaj vetvetes tënde kur të dalësh jashtë këtij formati. Nuk mund të dëmtohet njeriu nga ky format asnjëherë, sepse dihet se është format i ngushtuar nga ana psikologjike. Ky është format që të sjell ngushtim emocional dhe psikologjik, që njeriu nuk mund të kontrollojë emocionet e tij dhe emocionet të balancojnë psikologjinë e njeriu. Asnjëherë. Është mënyra pozitive që njeriu e merr si një mesazh pozitiv ndaj vetvetes së tij, për ta korrigjuar vetveten. E qartë. Mirë Manjola, për ta mbyllur sepse jemi në fund, a ke ndryshuar mendim sa i përket fituesit të Big Brother VIP apo është përsëri gjesti? Nuk do të ndryshoj, sepse gjesti me të vërtet, unë e them, nuk më varet rrjedhoja njeriu se si e ka bërë gjestin që mos të ketë një shkollim të atill apo si, unë nuk paragjykoj asnjë. Çdo gjë është, nëse më lejoni ta them, është riski i Allahit madh. Të gjithë kemi një risk që Allahu i madh ta cakton në jetë ty. Dhe secili ai ka pas atë lloj mënyre risku, me atë shkollim që ka gjesti, por me të vërtet ka një karrierë shumë të mirë. Dhe njeriu kur unë jam me gjestin dhe e meriton gjestit që ta fitoje, pas gjestit është Rozana që më pëlqen, por dinamikat e lojrave të tij, të gjestit që ka zhvilluar, i ka dhënë një shikueshmëri shumë të madhe dhe ja u ka kaluar dhe shkollimit të atyre nëpërmjet të dinamikave të lojës, jo të pyetësorit të kapacitetit mendor që mos ngatrohemi. E qartë. Mirë Manjola, kemi arritur në fund, falenderoj shumë. Ju falenderoj dhon. Faleminderit shumë kënaqësi. Ju falenderoj dhe ju të nderuar televizionistë për vëmendjen, bashkëmi sërish të hënën me të tjera tema.